Gjatë natës, qarku Shkodër është përballur me rreshje të dendura shiu dhe breshëri, por autoritetet vendore raportojnë se situata është nën kontroll dhe pa probleme të theksuara. Në bashkinë Shkodër rreshjet intensive krijuan vështirësi të momentit, por ekipet e ujësillës, kanalizimeve, shërbimeve publike dhe emergjencave civile ndërhyjnë menjëherë në zonat ku shfaqen grumbullimi uji. Bashkia Vaudejes raportoi rreshje me intensitet të lartë, por pa problematika. Në fusharës ka patur rrëshqitje gurësh e dherash në disa rrugë rurale dhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona. Në bashkinë Puk nuk raportohen problematika. Sipas drejtorisë së bujqësisë Lezhë, nivelet e lumenjve Buna, Drin, Kir dhe Gjadër, si dhe rezervuari Shtodër janë në kuotat e rrezikut, ndërsa hidrovaret në Velipoj funksionojnë normalisht. Ndërkohë të gjitha akset janë të kalueshme dhe pa pengesa në qarkullim. Strukturat e bashkive dhe të emergjencave civile mbetën në gatishmëri për çdo ndryshim të situatës meteorologjike.